Të nderuar miq të Value Sport, jemi përsëri së bashku në fund të takimit Vllaznia Vora, takimi i vlefshëm për javën e 5 të kategorisë superiore. Ekipi Kuçiblu, i drejtuar nga tekniku Edi Martini, fiton pastër me rezultatin 2-0, me nga një gol në secilin pjesë, fillimisht në pjesën e parë, një penalti e kapitenit Bekim Bara dhe në pjesën e dytë një gol me kokë i Murate i përkryer 2-0 dhe Vllaznia tashmë është në krye së bashku me Elbasanin. Kemi qenë së bashku në pragmeshje me trajnerin e futbollit Samuel Nikaj. Në pushim të ndeshjes kishim një opinion tjetër me kolegun tonë, gazetarin e TFSH-s, komendatorin e minjor Alban Hasani, ndërkohë që tashmë kam në fund të takimit një gazetar shumë të njohur, veteran të Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë, Namik Mehmeti, i cili ndonë se jeton për disa vitësh në Firenze të Italisë, sa herë është në Shkodër, ai është prezent në stadiumin Loro Boriçi, si ishte edhe sot. Namik, i kënaqur për këtë fitore të ekipit tuaj që e keni përcjellë në median sportive për shumë e shumë vite. Në të drejtën, nga të prishte një takim me rivalitet, si nga Vllaznia dhe nga Vora, për faktin se rënë pikë barabarta në takimin e tyre të parë, që hynë në historinë e kampionatëve kombëtare, për faktin se Vora për të herë parë aktivizohet në superiore, në pjesën superiore. Kështu që pat fatin të ballafaqohet me Vllaznin dhe Vojokushi, kur Vllaznia e ka nisur kampionatin marë. Loro Boriçi, se akoma ju keni të drejtë, morsha juaj shumë vite keni transmetuar nga stadiumi atëhershëm Vojokushi, po jeni në Loro Boriçi. Dhe kam të drejtën Vora e rrezistoi Vllaznisë, dhe Vllaznia arriti të në poshtë skatën e Vorës në përmjet Barit, që është i padiskutueshëm në interpretimin e penaltive, dhe njëkohësisht dhe sulmuesi Murataj nuk gabon edhe sa rradha me kokë, duke qenë vullosur fitoren 2-0. Kundërshtimet e skuadrës së Vorës ishin edhe të rrezikshme, por portieri gjerman me duket se të përsëri vetveten stil me Partizanin dhe këtë meshje. Vllaznia shikoi si pretendente pa diskutim të titullit kampion, dhe është vetëm hanë për krah skuadrave elitare se janë tashmë sfundi Elbasani, Elgnatia dhe Vllaznia. Presim të hi Dinamo në Valle, se më duket Partizani dhe Tirana kanë hequr dorë nga këtë pretendim. Namik, ne kemi komunikuar edhe disa ditë më herët për një opinion të përgjithshëm të Vllaznisë dhe jeni shprehur optimist për një Vllazni kampione dhe sinjalet po jepen duket nga java në javë. Thash pak më parë, ky sinjal është që tregon se Vllaznia është veteranieri Martini dhe stafin e saj është pretendente për të finalizuar të kampionatet dhe për të dhëruar shkodranëve mas 2-4 gjys një titull kampion që e ndrojnë edhe ne atje në jashtë Shqipërisë, atje ku jetojmë, diskutojmë me shumë shkodranë që e presin një fitore të kampionatit të titullit kampion. Mehmeti, faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi që mori promendimin në fund të takimit, pra ishim me Namik Mehmeti, një koleg dhe një profesor imi prej shumë vitesh, prej të cilët kam mësuar jo pak në median sportive. Prej disa vitesh jeton në Firenze të Italisë, por vazhdimisht i ndjek Vllaznin qoftë nga Firenze, por edhe kur vjen në Shkodër. Dhe njerë faleminderit Namik dhe shpresoj një Vllazni kampione. Në vitin e ardhshëm mos takohemi përsëri në Shkodër dhe të festojmë titullin kampion. Kjo është dëshira ime. Në majin e vitit të ardhshëm. Për të përjetuar ato emocione që Shkodra i pret për shumë e shumë vitesh, titulli i 10 dhe ylli në Fanet. Dhe me duket se vetë presidenti Zoti Xhaferi dhe stafi i Vllaznisë e kanë objektiv. Jo vetëm të marrin pjesë Kupat e Europës, po të jenë edhe titulli kampion. Shpresojmë dhe urojmë që ky urim dhe ky parashikim
i gazetarit i minjor sportiv veteran Namik Mehmetit realizohet për gjithë dëshamisët e futbollit shkodran dhe vazhdia të shpallet kampion e Shqipërisë në fund të sezonit 2025-2026. Tu e mbyllim dhe lidhin tonë të kretet të drejt për drejt nga stadiumi Loro Borici, ishim në paraqdeshje, ishim në pushim të ndeshjes dhe tashmë e mbyllim me analizën e Namik Mehmetit.